Në bazë të ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, ligjvënësve kosovar u takon të marrin pagë kalimtare për 12 muaj pasi të kryejnë mandatin, me kusht që nuk kanë të hyra të tjera gjatë kësaj kohe. Një gjë të tillë e kanë shfrytëzuar 101 deputet nga legjislatura e kaluar, anipse shumica prej tyre kanë siguruar sërish ulsen në kuvend. Meqense nuk dihet saktë data e konstituimit të legjislaturës së nëntë, deputetët e sapo zgjedhur kanë vendosur që pagat t'i marrin të plota, pasi e shtuna 22 marsit të vitit 2025 ka qenë dita e fundit e legjislaturës së 8. Në një përgjigje të Kuvendit të Kosovës për Kosova Press, del në pas se për pagë kalimtare, përveç ish deputetëve që s'kanë siguruar sërish postin e të zgjedhurit të popullit, kanë aplikuar edhe deputetët e rizgjedhur pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Paga baze e deputetit të Kuvendit të Kosovës është 1.800 euro. E këto privilegje të deputetëve po i sheh të tepruara profesori universitar Mazlum Baraliu. Është thjesht një privilegj, ma shumë se një drejt. Dhe mendoj që këte kanë bërë pikrisht deputetët në një moment saktuar kur kanë votuar ata, për shkak se janë pozitë të privilegjuar të ligjvendësve, pra të nxjerrësve të ligjeve dhe të krijimit të rregullave në këtë shoqëri. Por a është e ndershme apo jo, a është në rregull, duhet ta vlerësojnë ata, për që është e tepërt dhe unë do doja që pikrisht këso lloj privilegjesh, siç janë ato të vazhdimit të pagesës edhe për një vit, siç janë privilegjet në sistemin e pensioneve për deputet, do duhet që të reduktohen në mënyrë që qytetarët ta ndinë këtë vend barazinë dhe barabarsinë e tyre. Pra një shtet ku të gjithë qytetarët trajtohen barabartë dhe jo dikush i privilegjuar, dikush i diskriminuar. Në anën tjetër, monitoruesi i punës së Kuvendit Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Kosova Press se deputetët gëzojnë këto privilegje si rrjedhojë e ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, i cili është miratuar në vitin 2010. Është miratuar ligji për drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit në vitin 2010, është paraporë edhe paga kalimtare në periudhë prej 12 muajve pas mbarimit të detyrës, në kuptimin nëse japin ndërheqje ose nëse nuk rizgjedhen deputetët ose për arsye të tjera. Deputetët kanë të drejtë ta marrin këtë pagë kalimtare nëse nuk rizgjedhen deputet. Disa ose shumica prej tyre që janë zgjedhur kanë kërkuar pagën kalimtare sepse Kuvendi i ka përfunduar, pra siç e thash edhe më herët, mandati me 22 mars 2025 dhe ata nuk do të kenë pagë derisa të konstituohet Kuvendi i ri. Meqense Kuvendi i ri ende nuk është ose nuk dihet kur do të konstituohet, deputetët të shfrytëzojnë edhe këtë periudhë ndërmjet konstituimit të ardhshëm në mënyrë që të mos mesin pa një pagë.